Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme tek disa zhvillime të rëndësishme. Do ta nisim ditën e sotme me arrestimin e Nicola Maduros dhe më pas do të ndalemi tek protesta e Shqipëria bëhet. Kam të ftuar ditën e sotme për këto zhvillime të tjera analisti Ruel Domi. Ruel, përshëndes. Biseda të falenderoj për ftesën, kënaqësitë këtu. Ruel, do ta nisim fillimisht me arrestimin e Nicola Maduros, pra i cili ka krijuar sigurisht tensione në rajon dhe kanë arritur këto në nivele të larta ku Shtetet e Bashkuara justifikojnë veprimin ndërkaq si një operacion kundër trafikut të drogës, ndërsa autoritetet e Venezuelës e shuajnë si një rrëmbim. Si e ke parë, Ruel, si mund të vlerësohet ky operacion nga perspektiva e ligjit ndërkombëtar dhe nga ana tjetër a mund të konsiderohet një ndërhyrje e ligjshme apo edhe shkelje e sovranitetit? Mendoj që është një operacion që padyshim ka lëvizur pllaka tektonike të këtij rendi politik të sigurisë botërore në cilin ne po jetojmë dhe në fakt tregon që ne po hyjmë në një rend të ri, gjë për cilën ne kemi folur për shumë kohë që me ardhen e administratës Trump. Dhe padyshim ky rend i ri përcaktohet jo më nga ligji ndërkombëtar dhe jo më nga rregullat e paraqituara, por nga fuqitë e mëdha ku përfshihen dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht me doktrinën Monroe, që presidenti Trump e ka përmendur disa herë dhe ka bërë pjesë të strategjisë sigurisë kombëtare, ka në përqëllim kontrollin e plotë të hemisferës perëndimore dhe sigurisht që Venezuela, duke qenë një vend komunist gati, një vend me një diktator socialist, me marrëdhënie jo të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një influencë të madhe kineze aty, dhe duke marrë parasysh dhe faktin që ndaj Maduros rëndon në akuza e narkoterrorizmit që në vitin 2020 e një gjykatë federale amerikane, u pa e volitshme nga administrata amerikane që të bënte një ndërhyrje ushtarake në Venezuelë për të hequr Maduron dhe për të drejtuar Venezuelën deri në momentin kur vjen një qeveri tjetër, e cila garanton sigurisht mbarvajtjen e Venezuelës me fqinjtë e vet dhe mbarvajtjen e Venezuelës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, përsa i përket ligjit ndërkombëtar, të them drejt, nuk jam jurist i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe i ligjit ndërkombëtar dhe nuk di ta them a shkelur ligjin ndërkombëtar dhe përcakton kuptohet konventa e Kombeve të Bashkuara dhe ka një ankesë fakt nga Venezuela dhe nga vendet e saj aleate që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shkelur ligjin ndërkombëtar duke rrëmbyer ose duke arrestuar diktatorin e një vendi sovran. Nga ana tjetër, ne di mjaft mirë që aktualisht nuk jetojmë më në një botë universaliste të dominuar nga vlerat liberale dhe karta e konventës të drejtave të njerëzit, por nga interesat e vendeve, interesat e tyre strategjike dhe fuqitë e mëdha. Dhe realiteti është një që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë fuqia kryesore në botë, janë polici i botës në një farë mënyrë dhe kur e shohin të arsyeshme për të bërë lëvizje të tilla, e bëjnë duke marrë parasysh interesin e tyre kombëtar, sigurinë e vetes dhe sigurinë e botës. Nëse më pyet mua, nuk di të them a ka shkelje ligjit ndërkombëtar apo jo, po di të them që rrëzimi i Maduros është një lajm shumë i mirë për popullin venezuelian, por edhe për popujt e tjerë që kërkojnë lirinë. Ruel, nga ana tjetër, administrata amerikane pretendon se arrestimi i Nicola Maduros ishte i planifikuar për muaj të tërë dhe u ekzekutua nga agentët e FBI-s, ndërsa nga ana tjetër qeveria e Venezuelës raporton mbi 10 viktima dhe cilëson edhe aktin ndërkaq si një agresion ndaj vendit të tyre. Cilat janë pasojat që mund të ketë ky incident për stabilitetin politik sigurisht dhe ushtarak në Amerikën Latine, por nga ana tjetër edhe në marrëdhëniet midis SBA-s dhe Venezuelës? Pasojat mendoj që janë parashikueshme dhe padyshim këto përfshin në fakt një fakt të ngjashëm për vende të cilat qeverisen nga diktatorë të majt dhe që kanë një histori të narkotrafikut, duke përfshirë Kolumbinë dhe Kubën. Madje presidenti Trump i ka kërcënuar edhe presidentin e Kolumbisë dhe presidentin e Kubës që mund të keni të njëjtin fat në rast se nuk merrin masa për trafikun e drogës. Sigurisht është një problem shumë i madh sepse ka 10 mijëra amerikan çdo vit që vriten nga konsumi i fentanolit që traktohet nga kartelet e drogës që vijnë nga Amerika Latine në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu ai ka bërë thirrje edhe presidentes së Meksikës që të marrin masa për luftën ndaj karteleve të drogës, se ne e dimë mirë që Meksika, si gjithë ato vende në fakt, po Meksika në veçantë është një narkoshtet dhe sigurisht që është komplet i kontrolluar nga kartelet e drogës, që kanë kontroll të vende droga për të kaluar nga Meksika në SBA është mjaft ka një rrugë mjaft kollajtme. Dhe kjo rrezikon sigurinë kombëtare të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, sepse vdesin qytetarë amerikanë nga konsumesa e drogës. Kështu që unë pres që të ketë një rënje të trafikut të drogës, të ketë një luftë më efektive të këtyre autokratëve ndaj narkotrafikut, sepse tani rrezikohet pushteti i tyre,
Dhe nga ana tjetër pres skenare të ngjashme si me Venezuelën në rast se nuk ndodhin këto dy kushte, pra nuk ka lufta e narkotrafikut. Dhe nga ana tjetër, po të kujtojmë në vitin 89, Panamaja u pushtua nga Shtetet Bashkuara të Amerikës pak a shumë me të njëjtin casus belli, me titrin e së lufte. Në atë kohë presidenti Bush i parë, George H.W. Bush, nisi një operacion që kapi dhe arrestoi Manuel Noriega, që ka qenë diktatori de facto i Panamas atëherë. Kuptohet, është pak më ndryshme konteksti, sepse Noriega ishte një general ushtarak, por nuk ishte presidenti i ligjshëm i Panamas, ndërkohë që në këtë rast e kemi një president me post presidentin që arrestohet në Venezuelë. Megjithatë, nga që dua të them Grisela për të mbyllur këtë përgjigje, është fakti që në një farë mënyrë Amerikat do të dominohen totalisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe lufta ndaj narkotrafiqeve, por edhe ndaj influencave të huaj, duke përfshirë Kinën por edhe Rusinë, do të jetë prioritet i kësaj administrate. E qartë. Ruel, nga ana tjetër, Donald Trump ka paralajmëruar dhe zëvendësen e Maduros dhe ka bërë thirrje ndërkaq për ndryshim regjimi, ndërsa Shtetet e Bashkuara ofrojnë bashkëpunim vetëm nëse udhëheqësit venezuelian marrin edhe vendimin e duhur. Sa realist është i gjithë ky lloj presioni në këtë rast për të arritur ndoshta ndryshime politike në Venezuelë dhe nga ana tjetër cilat janë dhe rreziqet e ndërhyrjes së jashtme në të gjitha proceset politike? Mendoj që është realist, sepse e para njerë ti ke një opozitë të madhe venezueliane, duke përfshirë presidentin, ai është pak lideri i opozitës, por shkruesi i zgjedhjeve të vitit 2024, Edmundo González, që njihet si presidenti i ligjshëm i Venezuelës nga Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe nga vende të tjera. Kemi një tjetër lider të opozitës, Maria Machado, që së fundi mori çmimin Nobel të paqes dhe që ajo aktualisht është në azil politik të Spanjë. Pra opozita venezueliane është e madhe, është e organizuar, domethënë nuk ka vend për vakum pushtetin në rast se bie regjimi Maduro, sepse ajo që duhet ne dimë është që ka rënë Maduro, por në një farë mënyrë infrastruktura politike ushtarake që ai dhe partia e tij kanë instaluar nuk kanë rënë akoma, sigurisht që do të bien, sepse kur bie lideri nuk ka më kuptim që ata të qëndrojnë, por është realist sepse ka tokë pjellore për opozitat të cilat mund të vinë në pushtet në Venezuelë. Dhe nga ana tjetër është gjithashtu realist duke ditur faktin që Amerika ka paralajmëruar që nëse zëvendës presidentja Delcy Rodriguez do të përpiqet të bëjë të njëjtat lëra siç që bëri dhe Maduro, do të ketë të njëjtin fat. Pra nuk bëhet fjalë për një rezistencë të Venezuelës, bëhet fjalë për një kapitullim dhe patjetër ndërrim regjimi me zgjedhje të lira të ndershme që organizohen së shpejti. E qartë, Ruel, nga ana tjetër, numri i viktimave është njoftuar nga sulmi amerikan se është raportuar të jetë rritur në 80 persona. Si mund të ndikojë